mendimi ose meditimi për fjalët e Allahut, për fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu për krijesat e Allahut. Se këtë vepër e ka lëvduar Allahu subhanahu wa taala, i ka përmendur besimtarët e mirë, të devotshëm, ka thënë dhe të mençur, ka thënë inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Do të thonë, në krijimin e qiellve dhe të tokës dhe ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente për njerëz që kanë logjik, që kanë mendje të fuqishme. Do thotë, besimi është vetëm rezultat i mendjes së shëndosh. Do thotë, kurse tani e shihni ka propagandë të fuqishme, të tmerrshme, të egër për t'i nënçmuar besimtarët, sigur nuk janë shkolluar ose nuk kanë dituri ose nuk mendojnë. Mendimi i thellë, thot pra Allahu subhanahu wa taala, ulul albab, do të thonë ata që kanë lub, që do të thonë kanë logjik të fuqishme, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Do të thonë janë ata të cilët e përmendin Allahun në këmbë, ulur dhe shtrirë. Vazhdimisht e përmendin Allahun, nuk e harrojnë, do të thonë i kujtojnë të mirat e Allahut, edhe bëjnë dhikr me gojë gjithashtu. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, edhe mendojnë, logjikojnë, meditojnë për krijimin e qiellve dhe të tokës. Do të thënë, ai që është i mençur, çfarë rezultati do të arrijë? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Do të thënë, o Zoti, nuk e ke krijuar gjithë këtë kot. Do të thënë, çfarë mençuria është ajo e atyre që thonë se çdo gjë është vetëm kot, vetëm rastësisht. Do të thënë, nuk ka asnjë kuptim. Edhe ateistët thonë njeriu është pluhur kozmik. Do të thënë vetëm ato eksplodimet edhe shpërthimet e kështu me radhë janë formuar, nuk është asgjë tjetër. Siguri si njeriu, nuk ka dallim. Prandaj me çfarë peshoret moralit i sulmojnë muslimanët, kur te ata nuk ka peshoret moral, nuk ka dallim. Do të thënë guri ka ndonjë përgjegjësi. Nëse prej tërmetit rrëzohet një gur prej ndonjë vendi më të lartë, edhe bën dëm ose bën diçka mirë, a ka shpërblim ose dënim? Do të thënë te ateistët edhe njeriu është ashtu. Nëse ka dëshirë ai ta dvjedhë, edhe vjedh, do të thënë ajo është vetëm lëvizje e qelizave, nuk është diçka ndonjë përgjegjësi. Pra nuk ka asnjë peshore të moralit. Nuk ka, bile fjalën moral, do të thënë është që e luftojnë shumë, se morali është, thonë, shpikje, nuk ekziston. Dhe çfarë mendje kanë ata që thonë gjitha këto, do të thënë gjithë ky sistem i përkryer, i përsosur, është vetëm kot. Ajo është, do të thënë vetë tamam thelbi i budallëllëkut. Kurse mençuria, ka thënë Allahu, pra këta ulul albab e përmendin Allahun, mendojnë për qiellin dhe tokën, edhe thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zoti, nuk e ke krijuar këtë kot. Patjetër se ka qëllim madhështor që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë i përmendëm ateistët, po edhe ata të tjerë që thonë se ka Zot, po nuk e dim, do të thënë çka është ose çka kërkon kështu. Prap bie se çdo gjë që ka krijuar ai Zot është e kot. Edhe kjo është prej fjalëve më të këqija që thuhen për Zotin subhanahu wa taala. Do të thënë gjitha krijesat i ka kriju pa asnjë qëllim. Kurse njerëzit e mençur thonë Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Do të thënë o Zotin, nuk i ke krijuar këto kot, pra i lartësuarje, nuk ket meta, se krijimi i kot është e met, e madhe, është mangësi. Do të thënë nëse e pyet dikon pse e bën këtë, thot veç kot, secili i mençur e kupton se ka mangësi, pse bën kot, do të thënë. Pra kjo nuk mendohet për Zotin subhanahu wa taala. Thot subhanak, prandaj thon, ti je i lartësuar, i pastër nga tmetat, faqina adhaban nar, pra na ruaj prej dënimit të zjarrit. Kjo është rezultati i mendimit thellë dhe logjikës shëndosh.